Gjykata kushtetuese anulloi vendimin për zyrtarizimin e medreses Isa Beu në Shkup. Të punësuar në gjyqësor mbeten pa punë, fajsohet Ministria e Financave që nuk jep leje për punësime. E dyshuar për rastin aditiv, kryetarja Komisionit Antikorrupsion deklaroi se ka pasur vetëm një komunikim gjyqësor me një familjar. Sindikalistët kërkojnë pjesëmarrje masive në protestën e nesërme. Do të kërkojnë rritje të pagave dhe ulje të çmimeve. Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni informativ i orës 15:55. Nxënësit e medreses Isa Beu do të përballen sërish me për problematikën e mosnjohjes së diplomave, gjë që u pamundson atyre të regjistrohen në universitetet e vendit, duke u lërë atyre mundësinë e vetme që të regjistrohen në fakultetin teologjik. Një vit pas vendimit të qeverisë që kësaj shkolle t'i njihet diploma, Gjykata kushtetuese sot shfuqizoi këtë vendim për të cilin tha se është në kundërshtim me Kushtetutën e vendit. Gjykata kushtetuese në seancën e sotme shfuqizoi vendimin për dhënien e miratimit për themelimin e shkollës private të mesme Medresia Isa Beu në Kondov, e cila u miratua nga ana e qeverisë më 26 mars në vitin 2024. Në njoftimin e gjykatës thuhet se vendimi i qeverisë është i paligjshëm dhe jo kushtetues, sepse qeveria ka dhënë pajtueshmëri përkatësisht ka lejuar që Bashkësia Fetare Islame të jetë themelues i shkollës së mesme gjimnazit. Kjo është në kundërshtim me nenin 7 të ligjet për arsim të mesëm, i cili ndalon organizim fetar si dhe veprimtarin dhe theksimin e simboleve fetare në shkollat e mesme. Gjithashtu, përmbajtja e vendimit nuk është në përputhje me amendamentin 7 të Kushtetutës, sipas të cilës bashkësitë fetare mund të themelojnë vetëm shkolla fetare, në të cilën ligjërohet edukimi fetar, pra predikohet dhe mësohet një religjion konkret. Gjykata kushtetuese solli vendim për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të qeverisë në seancën e 26 shkurtit, pasi pranoi iniciativën e dorëzuar nga një qytetar nga Probishtipi. Në seancën e sotme, gjykata i pranoi si të bazuara pretendimet e theksuara në iniciativë se me miratimin e vendimit të kontestuar, qeveria ka shkelur dispozitën kushtetuese për ndarjen e shtetit nga çështjet fetare. Sipas kushtetueses, Bashkësia Fetare Islame nuk ka të drejtë të themelojë shkollë private, sepse Kushtetuta e vendit nuk e lejon një gjë të tillë dhe se institucionet fetare nuk kanë të drejtë të themelojnë gjimnaze. Sipas legjislacionit aktual të shtetit, nxënësit të cilët mbarojnë medresen mund të regjistrohen vetëm në fakultete teologjike, pasi shteti nuk u pranon diplomat dhe me këtë nuk pranohen në universitetet e tjera të vendit. Për këtë, nxënësit por edhe Bashkësia Fetare kanë ngritur zërin për vite me radhë duke kërkuar zgjidhje të problemit, përkatësisht akreditim të medreses. Ish ministri i arsimit Jeton Shaqiri vitin e kaluar në prag të fushatës parazgjedhore njoftoi se qeveria ka sjellë vendim për njohjen e diplomave dhe me këtë është zgjidhur problemi i këtyre nxënësve. 8.7 milion euro është shuma që do të shfrytëzohet për programin e projekteve infrastrukturore në komunën e Çajirit. Projektet që do të realizohen, sipas kreut të Çajirit, janë ndërtimi i qerdheve të reja, përmirësimi i shërbimeve publike dhe krijimi hapësirave të reja për komunitetin. Kryetari i komunës së Çajirit Visar Ganiu sot ka shpalosur programin e projekteve infrastrukturore që kjo komunë ka planifikuar të realizojë për vitin 2025. Ganiu tha se investimin në përmirësimin e infrastrukturës është një proces që ka për qëllim ndërtimin e një mjedisi funksionar dhe më të zhvilluar për të gjithë qytetarët. Me një vlerë totale, investimi që arrin rreth 8.7 milion euro për projektet infrastrukturore të vitit 2025 dhe mbi 2.7 milion euro për projektet tashmë në realizim në lagjet Dijon, Saatkull dhe Serav. Çajiri përshëndrohet çdo ditë në një vend më të mirë për të jetuar.
Projektet që do të realizohen sipas krejut të Çajirit janë ndërtimi i qerdheve të reja, përmirësimi i shërbimeve publike dhe krijimi i hapësirave të reja për komunitetin. Në lagjen Fushë Topan do të realizohen projekte që ndihmojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen e cilësisë jetesës. Ndërtimi i qerdhës për fëmijë Borbardha, rekonstruimi i infrastrukturës rrugore në rrugën Lazo Tarpovski dhe në rrugën Ferit Murati. Ganiu tha se Çajiri po ndryshon çdo ditë, pasi sipas tij, çdo rrugë, çdo lagje dhe çdo investim është një hap më afër një të ardhme më të sigurt, më moderne dhe më të zhvilluar për të gjithë qytetarët. Kujtojmë se mjetet për të realizuar këto projekte janë siguruar përmes kredisë hungareze që qeveria u ka ndarë komunave, të cilat kanë aplikuar, ndërsa deri më sot ka qenë afati i fundit për të gjitha komunat që kanë aplikuar me projekte të ndryshme. Pas konferencës për media të kryetarit të komunës Çajirit ka reaguar partia opozitare shqiptare BDI, të cilët deklarojnë se sot kur Çajiri është në gjendjen më të rëndë të mundshme, ai mundohet të shpëtoj veten me manipulime dhe teori të kota. Sipas BDI-s, në vend se Ganiu të merret me propagandë boshe, ai duhet të japë përgjigje konkrete përse qytetarët e Çajirit ndihen të pasigurt në komunën e tyre, duke shtuar se brenda vetëm 2 muajsh 4 qytetarë kanë humbur jetën, disa nga të shtënat me armë, disa nga aksidentet dhe të gjitha këto janë pasojë direkte e politikës së Ganiut të betonizimit të komunës. Integristët akuzojnë kreun i Çajirit se, siç thonë, mbi 30 ndërtesa të mëdha të paligjshme janë lejuar gjatë mandatit të tij pa asnjë kriter urbanistik, pa hapësira të gjelbra, pa vende parkimi, duke rrezikuar jetën e banorëve të Çajirit. Ata thonë se çdo ndërtesë e re është një kërcënim për sigurinë publike dhe për cilësinë e jetesës. Pushteti i akuzon për jo efikasitet dhe besim të ulët nga qytetarët, gjyqësori thotë se ka mungesë alarmante të kuadrove dhe buxhet të ulët për pushtetin gjyqësor. Prej nesër rreth 200 të punësuar në këtë fushë mbeten pa punë, shkaku se nuk u janë vazhduar kontratat. Shkaku i uljes së numrit të punësuarve sipas kryetarit të Këshillit Gjyqësor është se Ministria e Financave lejet për punësim ose jep shumë ngadalë ose nuk jep fare. Rreth 200 të punësuar në gjyqësor prej nesër mbeten pa punë për shkak se nuk u janë vazhduar kontratat e punës. Kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski tha se gjyqësori ka mungesë alarmante të kuadrit. Fajin për këtë Kambovski e sheh tek Ministria e Financave, e cila duhet të jep leje për çdo të punësuar dhe këtë, siç tha, ose e bën përmes një procesi shumë të ngadalt, ose nuk jep leje as pak. Pra, për çdo të punësuar që e bën gjykata, duhet të ketë pajtim nga Ministria e Financave. Për çdo punësim, nga policët e gjykatës deri tek shefat e reparteve, duhet të marrin pajtim nga Ministria. Procesi shkon shumë ngadalë, ndonjëherë nuk marrin pajtim. Kështu vim në situatë të kemi mungesë alarmante të kuadrave në gjyqësor. Në efikasitetin e punës së gjyqësorit, sipas kryetarit të shoqatës së gjykatësve, ndikon mungesa e gjykatësve, e shërbimeve gjyqësore dhe pavarësia financiare. Çdo vit kemi rritje të numrit të lëndëve, ndërsa pakësim të shërbimeve gjyqësore dhe gjykatësve. Nëse duam të kemi gjyqësor efikas, duhet të investohet në të, duhet të ketë investim kapital, punësime të reja, digitalizim të gjyqësorit e kështu me radhë. Gjolev nuk dëshiroi të komentoj rastin e kryetares së antikorrupsionit, e cila dyshohet në rastin aditiv për ndarjet e informacioneve sekrete me njërin prej të akuzuarve, vetëm theksoi se me siguri do të pasojë shkarkim. Mëtej ata thanë se sipas ligjit 0.8% të buxhetit të shtetit duhet të jetë për pushtetin gjyqësor, ndërsa tani është ndarë vetëm 0.38. Arben Taravari nuk ka pasur ftesë për të marrë pjesë në takimin e djeshëm të liderëve të partive të Vlenit. Deputeti Halil Snopçe deklaroi se Aleanca për Shqiptarët është e gatshme edhe për opozit, por deklaron se qeveria do të jetë jo stabile pa ashën.
Aleanca për shqiptarët nuk ka pasur ftesë për të marrë pjesë në takimin e gjeshëm të partive të Vlen, në të cilin u diskutua që Vlen të bëhet një parti. Këtë e thot deputeti i Aleancës Krohuj Taravarit Halil Snopçe, i cili theksoi se nuk e di se çfarë vendimi ka marrë kryesia e Vlen në mbledhjen e djeshme. Thot se vazhdon të mbetet koordinatori i grupit parlamentar të Vlen deri në momentin kur të ketë kërkesë zyrtare në kuvend nga pjesa tjetër e deputetëve për ndarje. Në momentin që po flasim jam koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit, e cila përbëhet nga 14 deputet. Megjithatë, në çdo moment mund të ndryshoj edhe pas 5 minutash. Nuk e di, gjithçka varet nga vendimi i tyre. Nuk e di çfarë vendimi kanë marrë dje dhe nuk e di nëse kanë bërë kërkesë deri tek kryetari i kuvendit për t'ia treguar vendimin e tyre. Duhet i drejton kryeparlamentarit me 9 nënshkrime se kanë formuar grup të ri parlamentar dhe me autorizim nënkuptohet se pastaj ne do të veprojmë si grupi veçantë parlamentar. Shton se si parti janë të gatshëm për çdo vendim. Sipas Snopçes, ASH-ja është e gatshme edhe për opozit, por deklaron se qeveria pa aleancën për shqiptarët do të jetë jo stabile. Por ne nuk përbën problem edhe nëse jemi në opozit. Megjithatë, ka një konstatim të përgjithshëm se nëse ASH-ja është jashtë qeverisë, atëherë zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë të paevitueshme, pavarësisht se qeveria i ka numrat edhe pa ASH-n, por ajo qeveri do të jetë jo stabile me vetëm 9 deputet shqiptar. Përndryshe, 3 parti që përbëjnë koalicionin Vlen, mbrëmjen takuar dhe pas takimit deklaruan se është marrë vendimi për nisjen e shkrirjes së 3 partive në një parti të vetme në logo të Vlenit. E dyshuar për përfshirje në rastin gjyqësor aditiv, kryetarja e Komisionit për parandalimin e korrupsionit Tatjana Dimitrovska shpjegoi se ka pasur vetëm një komunikim miqësor me njërin prej të dyshuarve në këtë rast. Sipas saj, bisedat e tyre nuk kanë pasur të bëjnë lidhur me rastin në fjalë. Kryetarja e Komisionit për parandalimin e korrupsionit Tatjana Dimitrovska e dyshuar në rastin aditiv për shkak të dyshimit se i ka zbuluar sekrete zyrtare njërit prej të dyshuarve të këtij rasti. Sot nëpërmjet një letre publike ka deklaruar se ka pasur komunikim miqësor me njërin prej të dyshuarve në aditiv, për të cilin thot se ishte mik familjar i saj. Sipas saj, bisedat e tyre nuk kanë pasur të bëjnë lidhur me rastin në fjalë, por kanë qenë biseda miqësore. Dua të informoj publikun se komunikimi me një mik të familjes i cili më vonë u bë i akuzuar në rastin aditiv ndodhi në një periudhë para se të fillonin procedurat kundër tij para prokurorisë kompetente. Nga njoftimi i prokurorisë publike për prokurorin për ndjekjet e krimit të organizuar dhe korrupsionin, kuptohet se komunikimi ynë ka zgjatur deri në dhjetor 2024, ose para se t'i shqiptohej paraburgimi sipas kësaj mase. Unë e kam ndërprer komunikimin. Përmbajtja e komunikimit i referohet bisedave që nuk kanë lidhje me rastin aditiv. Disa nga informacionet e ndara kanë të bëjnë me dokumente publike, përmbajtjet e cilëve është bërë publike para komunikimit tonë dhe pjesa tjetër është komunikimi zakonshëm miqësor. Ajo mëtej thot se ky komunikim është bërë pas një qëllim për të ndikuar në procedurat ose në ndonjë aspekt të hetimit. E them këtë me përgjegjësi. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit aktualisht po zhvillon një procedurë për të verifikuar statusin pasuror të personit të lartë përmendur. Me ndarjen elektronike, çështja nuk më është caktuar mua për përpunim dhe sipas rregullave të përcaktuara, unë nuk kam mundësi të ndikoj në rrjedhën e procedurës ose në rezultatin e saj. Vendimet e KSHPK-s merren kolektivisht me shumicën e votave të anëtarëve. Si kryetare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, dua të theksoj se besueshmëria dhe integriteti i institucionit nuk duhet të vihen në dyshim në asnjë rrethan. 6 anëtarët e tjerë të institucionit që unë përfaqësoj nuk kanë lidhje me krimin për të cilin dyshohem, thot Dimitrovska. Dimitrovska javën e kaluar u përfshi në listën e të dyshuarve, me të cilët Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit zgjeroi hetimin për rastin aditiv. Prokuroria propozoi që të merren masa paraprake për të në kuadër të rastit aditiv, të cilat u pranuan nga Gjykata Themelore Penale e Shkupit. Rasti aditiv ka të bëjë me një hetim për keqpërdorime me prokurimin publik dhe pastrim parash në lidhje me prokurimin e aditivëve të qymyrit për nevojat e elektranave të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Lidhur me këtë rast, janë akuzuar 31 individ dhe 5 persona juridik.
Sindikalistët po kërkojnë pjesëmarrje masive në protestën e nesërme ku pritet të kërkohet rritje e pagave dhe ulje e çmimeve. Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov sqaroi se po kërkojnë rritje të pagës minimale në 500 euro dhe rritje të gjitha pagave të tjera për 100 euro. Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov ka bërë thirrje për dalje të gjithë të punësuarve në protestën, të cilën do ta mbajnë ditën e nesërme. Ai thotë se kjo protestë shprehje e pakënaqësisë për pagat të cilat, siç thot ai, janë më të ulta në rajon. Trendafilov theksoi se në protestën e nesërme do të kërkojnë rritje të pagave në mënyrë që të mund të përballojmë çmimet aktuale në supermarkete. Союзот на синдикатите на Македонија, како сите прави синдикати. Lidhja e sindikatave do të delë në protest për të kërkuar rritje të pagës minimale në 500 euro dhe rritje të gjitha pagave të tjera për 100 euro për të kërkuar rritje të pagave për të gjithë. Protesta është një mënyrë për të shprehur pakënaqësinë me nivelin e pagave të cilët janë më të ulta në rajon dhe më gjerë. LSM u bën thirrje të gjithë atyre që kanë qëllime të mira për punëtorët të bashkohen protestës. I pyetur lidhur me masat e qeverisë për kufizimin e marzhave, Trendafilov tha se ato dha një rezultat të pjesshëm. Ai vlerëson se tregtarët në kurrizë të punëtorëve kanë fituar kapital të madh. Shporta minimale sindikale tregoi se çmimet e 63 produkteve bazë që ne i masim janë ulur vetëm për 6,78%. Nuk ishin as afër 10 apo 10% ashtu siç premtuan tregtarët. Fatkeqësisht, qeveria si shumë herë më parë është mashtruar prej tyre. Shpresoj se nuk do t'i lejoj ata t'i manipuloj për herë të tretë, të katërt dhe të pestë. Ne për masat e reja qeveritare do të flasim më 2 maj. Nesër do të kërkojmë rritje të pagave tona. Është treguar se tregtarët janë lakmitar, shpresoj se kjo nuk do të ndodhë më 2 maj. Nëse është kështu, ne do të marrim të gjitha masat që kemi në dispozicion dhe që në të kaluarën e kanë inkurajuar qeverinë të marrë masa, të cilat do të zgjasë një periudhë më të gjatë, tha Trendafilov. LSDM-ja ka komentuar raportin e Bankës Botërore ku Maqedonia e Veriut rënditet e fundit në rajon sa i përket rritjes ekonomike. Fatmir Bytyqi nga LSDM-ja theksoi se Banka Botërore sinjalizon se ekonomia maqedonase aktualisht nuk tregon dinamik që do të mund të mbështesë një normë rritjeje mbi 3%. Maqedonia e Veriut në fund të rajonit për nga rritja ekonomike sipas Bankës Botërore. Kështu ka deklaruar Fatmir Bytyqi nga LSDM-ja, nga ku ai shpreh që Banka Botërore e ka rishikuar projeksionin e saj për rritjen e ekonomisë maqedonase për vitin 2025, nga 3,0% në 2,6%. Ndërkaq që sipas tij rishikimi në ulje vazhdon edhe për vitin 2026. Nëse e shikojmë edhe nga perspektiva rajonale, ai vlerëson që Maqedonia e Veriut përballet me një tjetër fakt të nga ku sipas tij vendimi ynë ka projeksionin më të ulët për rritje në rajonin e Ballkanit Perëndimor për vitin 2025 dhe është nën mesataren rajonale prej 3,2%. Svetskata banka Banka Botërore thekson se vendi përballet me një deficit fiskal të zgjeruar, dobësim të pozicionit tregtar nga dalësim nominal të inflacionit, por njëkohësisht identifikon presione të brendshme të çmimeve që sinjalizojnë rreziqe shtesë për stabilitetin e fuqisë blerëse. E gjithë kjo tregon se hapësira që Banka Botërore e detekton për një rimëkëmbje të shpejtë ekonomike është shumë më e ngushtë se ajo që paraqitet në opinion nga ana e qeverisë. Tutje, ai thotë që me këtë rishikim në ulje të projeksioneve, Banka Botërore sinjalizon se ekonomia maqedonase aktualisht nuk tregon dinamik që do të mund të mbështesë një normë rritjeje mbi 3%. Sipas tij, konfirmimi më i mirë për këtë janë indikatorët aktual makroekonomik, ndërkaq që prodhimi industrial, si një barometër i ndjeshëm i ekonomisë reale, sipas tij tregon një pamje thellësisht të paqëndrueshme, nga ku këto trende tregojnë mungesën e parashikueshmërisë dhe të një politike ekonomike stimuluese. Në periudhën janar-mars 2025, shitjet në alkaloid kanë arritur në mbi 3 miliard denar, që është 1% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Megjithatë, shitjet totale të konsoliduara arrin në mbi 5 miliard denar,
që është 6% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, njoftojnë nga Alkaloid. Gati e thonë se shitjet e konsoliduara të arritura në tregun vendas janë rritur për 24%, krahasuar me 3 muajt e parë të vitit të kaluar. Alkaloid ka realizuar eksporte prej 57.4 miliard eurosh, investime prej 4.2 milion eurosh dhe shitje totale të konsoliduara prej 84.5 milion eurosh në periudhën janar-mars 2025, thonë ata. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka theksuar se hapi i pari institucional duhet të jetë konstituimi i Kuvendit të Kosovës e vetëm pas kësaj mund të diskutohet për formimin e qeverisë së re. Njëherë Kuvendi mandej qeveria, kështu u shpreh Kurti të mërkurën në Istog, kur u pyet nëse do të bëhet qeveria e re. Deputetët e rinj në Kosovë nuk po arrin të gjejnë mirëkuptim për votimin e kryetarit të ri të Kuvendit. E propozuara për kryeparlamentare nga lëvizja vetëvendosja Albulena Haxhiu nuk po i merr votat e nevojshme. Ndërkohë, qytetarët po fajsojnë të gjitha palët që s'po gjejnë konsensus. Komisionerja e zgjerimit të BE-s Marta Kos ka vizituar Beogradin për herë të parë pas ndryshimeve në qeveri për shkak të protestave 6 mujore të studentëve. Në një konferencë për shtyp në Beograd me kryeministrin e ri serb, Kos deklaroi se i ka prezantuar kryeministrit reformat që Serbia duhet të përmbush për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe se transformimi i vërtet duhet të vijë nga brenda vendit. Presidentja e Komisionit Evropian, Marta Kos, theksoi se Brukseli dëshiron të punojë me Beogradin për vendosjen e sundimit të ligjit, lirisë së medias dhe rregullimin e kuadrit ligjor. Vakte të ngrohta po shpërndahen për palestinezët e zhvendosur në Gaza që përballen me uri të rënd për shkak të blokadës së vazhdueshme të Izraelit. Në qytetin Khan Yunis, në jug të enklavës, organizatat e ndihmës u siguruan ushqim familjeve që strehoheshin brenda tendës mes krizash humanitare. Rast të gjata u formuan derisa shumë njerëz, përfshirë fëmijë, prisnin me durim për një porcion të vetëm ushqimi. Izraeli ka mbyllur pikat kufitare të Gazës për ushqim, furnizime mjekësore dhe ndihmë humanitare që nga 2 marsi, duke shkaktuar katastrofë humanitare që po thellohet. Së fundmi UNRWA paralajmëroi se Gaza është në prag të urisë ekstreme për shkak të blokadës së vazhdueshme. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.